Ndahet para kohe nga jeta këngëtari me famë botërore, fituesi çmimit të Grammy. Këngëtari i shquar i muzikës R&B, Neo Soul, D'Angelo, Michael Eugene Archer, është ndarë nga jeta sot në mëngjes, njoftoi familja e tij. Sipas deklaratës familjare, ai luftoi për një kohë të gjatë dhe me kurajo, me një formë kanceri, dhe tani ylli i ndritshëm ka humbur dritën në këtë jetë. D'Angelo la pas një trashëgimi muzikore të pasur me hite si Lady, Unë It Led dhe albumet që ndikuan thellë në skenën e Neo Soul. Familja kërkoi që publiku t'i respektojë privatësinë e tyre në këtë kohë të vështirë, ndërsa ftoi adhuruesit të ndajnë kujtime dhe të festojnë muzikën që ai la pas.